Albania. שגרירת ישראל באלבניה, הגברת גלית פלג, מנכ"ל הכנסת, משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת, עורך הדין דן מרזוק, היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, ראשי הנציגויות הזרות, חברי הנהלת הכנסת, אורחים נכבדים וקהל נכבד. אורח הכבוד שלנו, ראש ממשלת אלבניה, מר אדי רמה ובת זוגו הגברת לינדה רמה. מירסביני נכנסת, ברוכים הבאים לכנסת, ברוכים הבאים לירושלים. אדוני ראש הממשלה, Mr. Prime Minister, in a world often blinded Zoti Kryeministër, në një botë shpesh të verbuar nga hipokrizia, zëri juaj I guximshëm ka qenë një fanar qartësie. Kur shumë vende kanë hezituar, ju qëndruat I palëkundur. Ju nuk hodhët syt tek zona e gri e diplomacisë, por zgjodhët ngjyrat e shëndritshme të së vërtetës. Kneseti që përfaqëson popullin e Izraelit vlerëson thellësisht mbështetjen tuaj të palëkundur për të drejtat e Izraelit dhe do të thoja detyrimin për të mbrojtur popullin e Izraelit me qartësinë tuaj morale, duke e thirrur të keqen me emrin e vet, duke qëndruar krah Izraelit ju, jo vetëm po mbështesni një kom, por po mbani lart vlerat e civilizimit kundër barbarisë. Faleminderit që jeni një mik I vërtet. Faleminderit për besën tuaj. אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. Të nderuar kryetari I Knesetit, zoti Miruana, I të nderuar ministrat të Izraelit, të nderuar anëtarë të Knesetit, I nderuar kryetari I opozitës. Mysafiri I rëndësishëm vjen nga Shqipëria dhe mbi të gjitha është një mirë. Kryeministri Shqipërisë Edi Rama dhe zonja Linda Rama e po kështu edhe delegacionit të rëndësishëm që ju shoqëron. Uroj të gjithë mirësevinin në Izrael, mirësevinin në Jeruzalem. Welcome, Eddie. I have to say this. Mirëse erdhe, Edi. Më duhet ta them këtë. You stand head and shoulders above so many. Ti shndron I don't mean it strictly in the physical sense. Mbi të tjerët dhe nuk e kam thjesht në kuptimin fizik, por e kam në kuptimin moral. Facilitated the rise of terrorism. Hutia dhe lëkundja lehtësoi rritjen e terrorizmi dhe vetëm kuraja e vendosmëria do të çojë në dispat dhe ju keni treguar qartësi dhe kuraj dhe për këtë të përshëndesim të gjithë në këtu pas një përjashtim nga të gjitha anët e kësaj salle. מכובדיי כולם, דגל אלבניה הוא דגל עית דו-ראשי והוא מונף היום בחוצות ירושלים. זהו מחזה מרנין לב
Shohim tashmë në Jeruzalem dhe është një vizion i mrekullueshëm që vetëm pak vite më parë kjo pamje ndoshta mendoj si diçka e paperceptueshme të shihje flamurin, simbolin, kishte distancë, ndoshta shkëputje, por sot mund të themi që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shtetit të Izraelit janë më të mira se kurrë. Po kështu në nivel qeveritar, ashtu edhe personal. Kështu që kur shoh sot dy kokat e shqiponjës që shohin në drejtime të ndryshme si shembull i së shkuarës e i së ardhmes, shoh po kështu diçka që simbolizon në shikimin nga e ardhmja, bashkëpunimi që bëhet më i fortë, mirëqenia më e madhe, siguria midis dy vendeve tona. Do doja t'ju thoja që qeveria juaj e Shqipërisë po hap krahët ashtu siç shqiponja në flamurin tuaj. Përpjekja që po bëni për ta çuar Shqipërinë përpara dhe gjithashtu edhe misia e thellë për Izraelin, e cila shfaqet hapur në forume ndërkombëtare, duke qëndruar në anë të së vërtetës e kundër gënjeshtrave që dëgjojmë për Izraelin. Më duhet të them, dhe ju a thash edhe ju kur folëm pak më parë, kam vizituar shumë vende, jam takuar me shumë lider. Pikëspari ata shohin interesin e vetë, dhe së pari pra shikohen se ku janë lidhjet, po këtu ka diçka më të thellë dhe ndodh kështu vetëm me lider të veçantë, ndodh me ju. Dhe kjo është empatia e thellë që ndjejmë që ju vjen prej zemre. Është e qartë, ndjet në ajër, njerëzit e ndjejnë këtë empati të thellë që ju vjen nga shpirti, nga zemra. Dhe kjo natyrisht reflekton edhe popullin tuaj. Shqipëria e kupton Izraelin dhe Izraeli e kupton Shqipërinë. Shtetet e vogla luftojnë për ekzistencën e tyre dita ditës. Dhe me ekzistencë nuk kuptoj dhe vetë premtimin e ekzistencës së jetës, sepse është kjo ekzistencë që vjen para së gjithash. Kemi shumë armiqe, shumë shtete të cilat nuk janë miqësore me ne, duke nisur që nga historia, duke parë shumë sulme e akte terroriste në të fundit në tetor 2023 që është kryer nga Hamasi. Ju në fakt e but re edhe dje, kur pat fotot e të rinjve e të rejave të masakruara, dhe është shumë e rëndësishme për njerëzit kuptojnë se çfarë u ka ndodhur këtyre burrave grave të reja, dhe në fundit ajo çfarë donin ishin të kremtonin jetën, të vallëzonin në një festival muzikor. Natyrisht, ajo u shndrua në një masakër, ata terroristë vranë, përdunuan, dogjën shumë njerëz. Do ta përshkruaja me më shumë detaje, por nuk dua të hyj aty, sepse ajo çfarë kemi parë është njerëzore. Dhe në fakt këto akte, këto masakra janë pikërisht ashtu siç janë dhe ata, naziste. Ata janë nazistë. Dhe ishte akti hapës i luftës që u hap dhe nga Irani që donte të na fshinte nga faqja e tokës. Dhe në fakt, ju e kuptoni pikërisht se regjimi e terrori mund
të nisë, por nuk mund t'i jap fund Izraelit, sepse historia e ka treguar që në qoftë se nuk qohesh t'i japësh fund së keqes, atëherë e keqja shpërndahet në botë. Ka dy fuqi që përplasen në arenën botërore sot, që është fuqia radikale që kërkon të na kthejë në kohët e errta mesjetare, dhe fuqia tjetër që kërkon të shpëtojë jetët e njerëzve të Izraelit shënditur me këtë kamp të dytë. Ushtarët tanë do të mbrojnë shtëpitë tona, vlerat tona. Gjatë këtyre 2 viteve kemi vepruar fort dhe kemi paguar një çmim shumë të lartë. Ne do të luftojmë kundër çdo kujt që na sulmon, dhe siç e thash momente më parë, kemi sjell në Izrael, kemi kthyer të gjitha pengjet, ato që janë gjallë e ata që janë vrarë. Sot kthyem edhe pengun e fundit. Por cila është faza tjetër? Faza tjetër është shpërbërja e Hamasit, është çarmatosja e Hamasit dhe çarmatosja e Gazës. Dhe duam ta shpejtojmë këtë fazë dhe nuk duam ta vonojmë. Sa më shumë të vazhdoj kjo situata aq më shumë, nuk do të mund ta përfundoj, pra do ta përmbushim këtë mision. I dashur Edi, si patriot shqiptar, ju i njihni e i vlerësoni këto përpjekje heroike. Në Shqipëri ka shumë heronj. Së pari, heroi juaj kombëtar, i cili luftoi në shekullin e 15 kundër perandorisë otomane. Dhe ne kemi pasur heronj që nga kohët e Biblës e deri më sot, heronj të patriotët tanë, fluturojnë, mbrojnë shtetin e Izraelit. Ne punojmë për të ndalur fuqinë e rrjetit të së keqes që janë në rrënjë më të thella e tashmë. Duhet të kthejmë syt nga e ardhmja, ku Hamasi të ndalet, e do të ndodhë, sepse ashtu siç miku ynë Trump e ka thënë, do të ndodhë me hir apo me pa hir, kjo çarmatosje do të ndodhë. Ne vazhdojmë që ndrojmë me shpirtin e zemrën të fortë për të ndalur tiraninë që shkaktoi këto tmerre. זו תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי. בו בזמן אנחנו נפעל להרחיב את מעגל השלום באזורנו. Në qoftë se nuk do të luftojmë për ta ndalur, do të jetë një gabim i madh, do të jetë shumë më tepër. Ne duhet të nxisim mundësitë e paqes, më shumë lidhje, më shumë partneritete me shtetet arabe, me ato muslimane, dhe Edi është fakt. Është fakt që ju jeni udhëheqësi i një vendi me shumicë muslimane dhe po bashkoheni me shtete të tjera, ashtu siç u tha më parë, që janë po kështu shtete me qytetarë musliman të cilët qëndrojnë e zgjedhin anën e drejtë të historisë, anën e edukimit, të shpresës, të begatisë, të paqes. Izraeli është kryeqyteti i lirisë dhe demokracisë, është streha mbrojtëse e gjithë botës kulturore kundër radikalizmit që na kërcënon. Pra kundër atij islami ekstremist, jo islamit të moderuar që është në Shqipëri, që beson në tolerancë, që beson në mirëqenie. Dhe bashkëjetesa e paqët në Shqipëri është krejt kundër ideologjisë së xhihadit. Dhe them, Edi,
dhe kam thënë se keni shumë vlera. Shkalla juaj morale është jashtëzakonshme dhe për fat të keq disa shtete europiane janë bërë viktimë e propagandës që mbështet Islamin në vend të liberalizmit, shohim urrëtie në vendet europiane duke mbështetur terrorin. Heshtja shumë vendeve europiane, ndërkohë që shohin masakrën e mira e njerëzve në Iran, është standardi dyfisht të politikës tyre. Pra, në qoftë se do të sulmonin Izraelin, atëherë do të flisim për genocid, por në qoftë se do të sulmonte Izraelin, atëherë do të flitej për genocid. Ne jemi ata pabesimtarët që luftojmë për paqe. Po ndërkohë që shohin të gjitha masakrat e vrasjet që shohin në Iran. Në këtë atmosferë, të nderuar miq, nuk duhet të befasohemi për rritjen e valës së antisemitizmit e të ekstremizmit kundër Izraelit e tokës së shenjtë. Populli i Izraelit thuhet apo thonë që populli i Izraelit po tregon në fakt shembullin më të keq në botë. Po dua t'ju them që shembulli më i keq është ai i Holokaustit. Dhe ndërkohë ju vini sot edhe në kuadër të një konference të madhe që organizojmë në Izrael kundër semitizmit. Edhe 8 vjet më parë ishte po e njëjta urrëtie, po e njëjta frymë. Po të njëjtët konspiracionet të çmendura. Sot ne nuk jemi të pashpresë, mund të mbrojmë veten, kemi një shtet të fortë, kemi një ushtri të fortë, forca të fuqishme sigurie, kemi aftësinë për të ndaluar ata që sulmojnë. Kur më, kjo është ajo që themi, dhe kur më është tani, po ndodh tani. Ai kapitulli i historisë tonë nuk do të harrohet kurrë. Dhe është diçka që do ta ndjek e në brezat ardhshme, vetëm në brezat ardhshme, por ajo çfarë nuk do të harrojmë po kështu është edhe shembulli i atyre njerëzve që shpëtuan hebrejt, që i ndihmuan të iknin persekutimi. Dhe në fakt ajo çfarë kemi parë në Shqipëri është unike. Është unike. Me pushtimin italian edhe më unike gjatë pushtimit nazist. Dhjetra e qindra shqiptar musliman rrezikuan jetët për të shpëtuar hebrejt. Ata i fshehën hebrejt, ndan bukën me ta. Vun në rrezik jetët e tyre. Dhe ka një gjë. Zgjidhja është të luftosh e të mbrosh familjen tënde, dhe tjetra është të rrezikosh edhe pjesëtarën e fundit familjes tënde për të shpëtuar hebrejt, dhe këtë bën ata. Shqipëria ishte ishulli i paqes në oqeanin e së keqes. Dhe në fakt, të dhënat për këtë akte heroike tregojnë vlerat më të mëdha të atij vendi që nderonte miqt. Pas luftës së dytë botërore, Shqipëria përjetoi kohë të vështira. Zyrtarisht, Izraelin e njohën në 1969, por regjimi komunist në fakt ishte armiqësor dhe nuk e lejoi Shqipërinë të ruante marrëdhënie diplomatike e ekonomike me Izraelin. Për fatin ton, 35 vjet më parë,
ndodhën ndryshime që e sollën Shqipërinë e Izraelin në një tjetër rrugë. U rivendosën marrëdhëniet diplomatike dhe hebrejt shqiptar emigruan në Izrael dhe bën shtëpitë e tyre këtu. Gjërat ecën hap pas hapi dhe këto vitet e fundit hapa të jashtëzakonshme janë ndërmarrë edhe fal jush. Shqipëria që ju po drejtoni është kopshti i gjallë i Europës e që ka sukses. Në fakt, unë i vlerësoj reformat ekonomike që ju keni ndërmarrë për të përmirësuar situatën e tregut në Shqipëri dhe kjo është pranuar si tillë edhe nga investuesit izraelit që po vinë tashmë në Shqipëri. E të tjerë do të vinë edhe më shumë në Shqipëri. Dhe jam i sigur që të gjithë anëtarët e Knesetit do të na mbështesin. Jemi gati t'ju ndihmojmë me çdo gjë. Sot kemi diskutuar për shumë gjëra në zyrën time, mbështetje për siguri, luftën kundër terrorit, inovacion, teknologji, në aspektin kulturor e tregtar. Dhe dua ta shtoj që po ndodh tashmë në turizëm. Në fakt, turistët izraelit janë njerëz të zgjuar, e dinë çfarë thonë, e dinë çfarë zgjedhin dhe kanë njohur tashmë një destinacion të jashtëzakonshëm turistik që është kaq i veçantë. Sepse është edhe një vend i shkëlqyer për izraelitët. Dhe shohim një rritje gati me 1.000% izraelitëve që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë, sepse ata admirojnë Shqipërinë, po vinë gjithmonë më të shumt, dhe edhe për fal shijes tuaj estetike, po bënë Shqipërinë edhe më të bukur nga vendet më të mira, me natyrë, pyjet, bukura, detet bukura, duhet shkoni në Shqipëri. Në fakt kemi parë broshura shumë të bukura që vinë edhe për vende tjera, por kemi një lidhje të veçantë me Shqipërinë. I dashur Edi, i dashur mik, udhëheqës unik. Ju keni një lidhje unike me shtetin e Izraelit, por ajo çfarë njerëzit dinë më pak, natyrisht edhe kryetari i Knesetit, është që jeni një piktor mrekullueshëm. Ju mdhuruat librin tuaj të pikturave dhe është e pabesueshme se si gjeni kohën, mundësinë, talentin për ta bërë këtë gjë. Nuk është thjesht vizatim, skic, është piktura, pikturon. Kombinimi i ngjyrave është i pabesueshëm. Kombinimi që vjen prej jush, i ngjyrave, gjithashtu edhe ngjyrat e kombinuara në ndërtesat e Tiranës, në Jeruzalem sa bën dot sepse duhet mbajmë gurët e Jeruzalemit. Në qytetet tjera ndoshta, por mund na ndihmoni me këtë. Dhe jam i sigurt që në fakt edhe në qeverinë tonë, diplomatët tanë duhet hedhin një hap historik. Të punojnë në mënyrë të përqendruar për të bërë diçka të madhe. Në këtë vizitë do të pikturojmë së bashku, do të bëjmë atë çfarë është më mirë për Shqipërinë e për Izraelin. I dashur Edi, dashur kryeministër, ju jap një përqafim juve, delegacionit tuaj, mirëseardhët të gjithë. Mirëseardhët ju, miq i dashur, e të gjithë miq këtu në Izrael. Ju dërgoj përqafime, ju japim mbështetjen tonë, ju kemi në zemër. Faleminderit shumë. תודה לראש הממשלה, ואני מתכבד כעת להזמין את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים. בבקשה. Good to see you again.
Mr. Speaker, Mr. Prime Minister, distinguished guests. Zoti kryetar, zoti kryeministër, të nderuar pjesëmarrës, kryetari përmendi që në Shqipëri ka një shprehje që e di edhe fëmia, që është besa. Besa do të thotë të mbash fjalën, apo të jesh një njeri te i cili mund të mbështetesh. Ne, populli hebre, e dim që ky koncept mbart një kuptim të thellë të përgjigjes për pyetjen nëse Shqipërisë mund t'i besohet dhe që është në fakt testuar në orët tona më të errta e mbajti fjalën. Në fillim të luftës së dytë botërore, Shqipëria ishte e pushtuar nga italianët dhe në 1943-shin ushtria naziste hyri dhe pushtoi sërish Shqipërinë. E gjëja e parë, siç bën në çdo vend që pushtuan, nazistët kërkuan një listë hebrejsh që jetonin në vend. Kjo ishte procedurë standarde në mbar Europën. Dhe në asnjë vend nuk ishin hasur me ndonjë rezistencë. Zoti kryeministër, nazistët çuan babain tim në geton e Budapestit dhe hungarezët ndihmuan për këtë. Dhe gjyshi im u vra në kampin e përqendrimit të Mauthausenit dhe austriakët ndihmuan dhe në fakt edhe stërgjyshja ime vdiq në Auschwitz dhe policia polake ndihmoi të mbante të burgosur ata që donin të radiseshin, vetëm shqiptarët thanë jo. Pasi thuajse e gjithë Europa i kishte dorëzuar hebrejt e saj në kampe të shfarosjes, shqiptarët thanë, ne do t'i mbrojmë hebrejt, sepse ne dim si të dallojmë të mirën nga e keqja. Ne dim se si apo çfarë është morali njerëzor. Ne kemi besën. Në shumë mënyra përgjigjet në këtë epokë të re vijnë nga modeli shqiptar. Në 1943-shin bota i tha Shqipërisë nuk ka më rregulla, nëse doni të mbijetoni dorëzoni dhe shqiptarët u përgjigjën, ndoshta nuk ka më rregulla të mbetura, po na kanë mbetur vlerat tona. Ne i besojmë shenjtërisë së jetës, ne besojmë se nuk mund të vrasësh të pafajshëm, ne besojmë në miqësi. Duhet të vendosim kujt t'i besojmë dhe të punojmë me ta në mënyrë efikase dhe me besim. Një i tillë partneritet ekziston midis nesh në Shqipëri. Ne mund ta thellojmë, ta zgjerojmë e ta bëjmë të tillë që interesat e të dy vendeve, por edhe vlerat tona të përbashkëta, e bindjet e përbashkëta në shpirtin njerëzor të jenë në themel të këtij partneriteti që ngrihet mbi besën. Faleminderit. And now, as they elevate the Tashmë, ndërkohë që e ngren lart podiumin për ju, zoti kryeministër, ftojmë që fjalën ta mbajë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Well, I'm not entirely certain that Ende nuk jam I'm truly plotësisht i sigurt që on the very floor beneath my feet. ndodhem vërtet pikërisht mbi dyshemen në këmbët e mia, dyshemeja prej ku mysafirët më të nderuar të këtij shteti i janë drejtuar kësaj dhome. E megjithse modestia nuk ka qenë kurrë virtyti im më i palëkundshëm, më duhet ta them se e kam të vështirë të besoj se meritoj një vlerësim kaq të jashtëzakonshëm. Por jam plotësisht i sigurt se Shqipëria
which I represent të cilën with pride, e përfaqësoj me krenari, and the people of my nation dhe populli who i stood vendit tim as few others që qëndroi did si for the Jewish pak people, kusht të tjerë bën pranë truly popullit deserve hebre, e every meritojnë respect from the state me of të vërtet Israel. çdo respekt nga shteti i And Izraelit. so did the highly distinguished Ashtu, Presidential Medal of Honor, siç e meritonin edhe which is medaljen e rrallë Excellency presidenciale të President nderit që shkëlqësia e tij, Noble presidenti and faithful Herzog, friend of mik Albania, fisnik dhe bestowed besnik i on me. Shqipërisë, akordoi për mua. Peace and the mercy of God Almighty be Paqja upon you. e mëshira e Zotit të plot fuqishëm qofshin mbi ju, dhe paqja qoftë për të gjithë ne me dëshirën e Zotit. Këto ishin fjalët me të cilat një far njerëzor i kurajës dhe pajtimit, një udhëheqës jeta dhe vdekja e të cilit u shenjuan nga ndjekja e pareshtur e paqes, presidenti Anwar Sadat i May his Egjiptit, memory be blessed. i bekuar qoftë kujtimi i tij, hapi To the Knesset. fjalimin e vet historik përpara Knesetit, pikërisht nga ky vend. Ai vazhdoi, paqe për ne të gjithë në tokat arabe dhe në Izrael gjithashtu, dhe në çdo cep të këtij globi të gjerë, kaq të rënduar nga konflikte të përgjakshme, të coptuar nga kundërshti të mpreta e të kërcënuar her pas here nga luftra shkatërrimtare, të nisura nga njeriu për ta zgjësuar të ngjashmin e vet, sepse mes rënojave të atyre që kanë ndërtuar njerëzimi dhe eshtrave të viktimave të tij nuk ka as fitues dhe as të mundur. I vetmi i mundur është njeriu, krijesa më sublime e Zotit. Fjalë të thëna në këtë qati, të dala nga zemra e një generali të rritur luftrash, i cili pasi bëri edhe luftën e tij, tronditi botën duke udhëhequr vendin e vet drejt një marrëveshjeje paqe me Izraelin. Gati gjysmë shekulli më vonë, ato tingëllojnë me të njëjtën fuqi e të njëjtën urgjencë si në ditën kur u shqiptuan për herë të parë. I nderuar Zoti Kryetari i Kuvendit, Zoti Kryeministër, Zoti Lapid, zonja dhe zotrinj deputet të Knesetit, nuk gjeja dot fjalë më të përshtatshme për të nisur fjalën time dhe për të qetësuar frymëmarrjen prej emocionit të thellë që e dija se do të më pushtonte në këtë vend kaq të veçantë. Në qoftë se Mossadi s'ju ka informuar plotësisht, po ju informoj unë që po më dridhen gjunjët. Ka dhe një arsye tjetër që po më dridhen gjunjët. E dija që t'jem plotësisht i sinqert me ju. E dija gjithashtu se kur të flisja këtu, do të ndihesha si në një provim oratorie, duke pasur përballë një nga 5 oratorët më të mirë në botë, të paktën sipas renditjes sime personale, kryeministri Netanyahu. Do të bëj çmon si dashur Bibi, ti mbijetoj gjykimit tënd, plotësisht i vetëdijshëm se jam thjesht folësi i dytë në botë pas presidentit Trump, të cilit ti thjesht nuk mund t'i shmangesh pa e dëgjuar. Më lejoni tani, ndërsa frymarrja është qetuar, t'i shpreh presidentit të shtetit, t'i shpreh kryetarit të këtij kuvendi vlerësimin tim më të lartë për praninë, do me thënë se gjithashtu kryeministri dhe udhëheqësit të opozitës respektin tim më të thellë dhe falënderimet më të përzemërta për fjalët që ndan bujarisht për Shqipërinë dhe për mua. E kësaj dhome, t'i shpreh mirënjohjen time më të thellë për mikpritjen që më bëri sot. Ju falemnderit të gjithëve. Nuk mund të jem më mirënjohës se kaq. Duke ju kthyer fjalës sime dhe zgjedhjes për t'u prezantuar përmes fjalëve të një udhëheqësi të madh arab, më lejoni të shtoj diçka personale, sepse kam mësuar se mes hebrejve gjithçka bëhet personale
dhe shumë shpejt. I'm not Muslim. Unë nuk jam musliman. My better Gjysma half ime is më e Muslim. mirë është muslimane. I'm Catholic. Unë jam katolik. Our two Dy older fëmijët children tanë më të rritur from earlier chapters nga of kapitujt të our lives mëparshëm të jetës are Christian sonë Orthodox. janë të krishterë ortodoks. And the youngest, Dhe më i vogli, our 11 djali year-old boy, 11 vjeçar, will decide for himself one do ta day, vendos vetë një but given ditë, his por uncontainable duke parë entuziazmin e tij të papërmbajtshëm, sa herë i thuhet se mund të lëm dëshirat e muri lotëve, ideja se një ditë ai mund të zgjedhë të bëhet hebre nuk është as pak far-fetched. e pabesueshme. And that would be fine, Për ne do të ishte With us. krejt në rregull. just as it would be Njësoj siç absolutely do të fine ishte if you choose fare në to rregull be nëse do të Muslim zgjidhte të or ishte to be musliman apo i krishter. Nevertheless, Megjithatë, make no mistake, mos u this gaboni, small ky family portret i portrait of vogël ours familjar is i not a yni neat eccentricity. nuk është një It is in veçanti A ekscentrike. normal Albanian story. Është në të vërtetë një The histori same is normale true of shqiptare. our four A njëjta gjë traditional vlen për religious 4 communities. komunitetet tona tradicionale We fetare, celebrate të each cilat other's important days. festojnë ditët e rëndësishme të their njëri leaders. tjetrit dhe për krerët e tyre të cilët mblidhen rregullisht. As they did, for Ashtu siç example, u mblodhën, për to shembull, accompany për të President shoqëruar Herzog presidentin when he laid Herzog, wreath kur at ai our vendosi një Holocaust kuror në memorial in memorialin Tirana ton të during his Holokaustit historic në visit. Tiranë gjatë vizitës As the së tij first ever historike, Israeli head of si state kreu i to land parë i in Albania. shtetit izraelit It is a që spirit zbriti në tokën shqiptare. Është një shpirt i farktuar për gjatë shekujsh vështirësish, pushtimesh e varfërie. Ishte i njëjti shpirt që e nxori shqiptarët e të gjitha besimeve në rrugë për të pritur e përshëndetur Papa Franceskun kur ai vizitoi vendin ton. Dhe me zërin e tij magjepsës e shenjtëror, korrigjoi termin që ne përdorim No, shpesh. said the Holy Father, Jo, tha ati i shenjt. yours is not religious tolerance. Juaja nuk është It is tolerancë religious fetare, fraternity. është vllazëri Because fetare, it rests sepse not on nuk patience, mbështetet but te on the durimi, quiet por te certainty bindja that e faith qetë is se not besimi weakened nuk by the dobësohet presence of nga another prania e faith. një besimi It tjetër, is opened by it. por hapet prej tij. To that spirit we all with Ati pride, shpirtin e ja one of detyrojmë krenarin our e highest moral njërit honors, prej nderimeve më të mëdha 73 morale, Albanians 73 of all shqiptar faiths, të të gjitha recognized as besimeve të righteous njohur among the si të nations, drejtë mes whose memory kombesh, shines kujtimi të cilëve within the walls ndriçon of brenda human mureve të dignity and dinjitetit Yad Vashem. njerëzor në Yad Vashem. And with the same pride, we'll soon open our Dhe me first pok të museum krenarisë, së shpejti do të dedicated hapim to the muzeun protection ton të parë and kushtuar salvation mbrojtjes of e Jews in the shpëtimit city të of Vlora. hebrejve në qytetin e Albania's Vlorës. largest medieval city, Dikur where, qyteti më i guess madh what? mesjetar i In Shqipërisë, the ku pa 16th gjejeni, century, në shekullin e Jews 16, fleeing hebrejt që persecution iknin nga in the persekutimi në West Perëndim made up përbënin more më than shumë half se of sa its gjysmën own population. e popullsisë së tij. Our young people Të rinjt and the tanë many dhe guests who vizitorët e come shumët from që all vijnë over nga the e world to gjithë visit our bota beautiful të country, vizitojnë vendin where tonë the të number bukur, of ku numri Israeli i tourists, by the way, turistëve last year izraelit, grew me qëra fjala, far vitin e faster kaluar u than rrit from any other shumë më nation. shpejt se nga çdo vend tjetër, We'll see there do të shohin atje with their own me sytë e eyes. tyre And hear with their own ears. e do të dëgjojnë me How small veshët e Albania tyre was se always si a safe refuge Shqipëria e for Jews. vogël ka qenë Long gjithmonë before our një era, stres sigurt për and how hebrejnë ordinary që shumë Albanians kohë më parë, made e se si that shqiptarët e very small zakonshëm e bën the këtë vend only shumë të country vogël, on të Europe's vetmin map vend to në emerge hartën from e the Second Europës World që War doli nga lufta e with dytë more botërore me Jews më shumë than hebrej it had when se it ç'kishte entered the war. kur hyri në të. No one else in Europe Askush can tjetër në claim such a Europë historical nuk mund të clean pretendojë një faqe kaq with të not pastër a historie, single Jew, pa asnjë hebre, not one handed pa over as to the edhe Nazis. një të dorëzuar te nazistët. And no one better than Albania Askush më mirë se can bear Shqipëria witness nuk to mund a simple truth të dëshmojë that being Muslim një të vërtet and të being thjesht anti-Semitic se qenia are musliman not dhe bound together by faith in God, anti-hebrej njëkohësisht nuk by vjen nga besimi në God's Zot,
por nga tradhtia më e neveritshme ndaj Zotit, dhe nuk ka nder më të madh, as përgjegjësi më të rëndë, se sa ta dëshmosh këtë të vërtet këtu, në zemër të Izraelit, në një moment kur lufta e dhimbshme në Gazë përmes vuajtjes së padurueshme të familjeve të pafajshme, si izraelite ashtu edhe palestineze, ka hapur një dritare të re mundësie që përpjekjet për ndërtimin e paqes të kenë sukses. Nuk ka dyshim se një pjesë e këtij nderi të madh për mua lidhet edhe me faktin se vi këtu pak ditë pasi Parlamenti shqiptar ratifikoi vendimin për t'u bashkuar presidentit Trump në përpjekjet e tij për paqe dhe zgjidhje konfliktesh dhe për ta bërë Shqipërinë anëtare themeluese të Bordit të të Paqes, ku do të kontribuojmë me përulsinë dhe detyrën monumentale për ta kthyer këtë dritare të re mundësie në një horizont të rishprese e begatie për popullin e Gazës e për rajonin. Tani më lejoni që t'ju marr me vete për një moment e t'ju çoj larg Jeruzalemit, në qendrën e kryeqytetit ton, Tiranës. Ka një tunel në zemrën e saj, u ndërtua për të torturuar të ashtu quajturit armiq të popullit, dhe më sfundi për të bërë ballë një sulmi nga Shtetet e Bashkuara ose Bashkimi Sovjetik, një paranojë e derdhur në beton nga një regjim që kishte frikë çdo rrezelirie dhe mbante popullin e vet peng në një burg në qiell të hapur. Kjo kujtesë e gjallë më ka bërë gjithmonë të ndjej keqardhje për figura apo organizata ndërkombëtare të respektuara me qëllime të mira që me të drejtë kanë përshkruar Gazën si një burg në qiell të hapur, por kanë dështuar të identifikojnë autorin e vërtet të burgosjes së popullit të Gazës. Ata kanë gatruar gishtin me atë çka gishti tregonte dhe kësaj duke bërë këtë, dështuan të kuptojnë se xhelati i Gazës është Hamasi, askush tjetër përveç Hamasit. Ideologjia e tij e terrorit kundër vetë popullit të vetë, më së pari, e kundër kombit hebre, dogma e tij totalitare se asnjë jetë palestineze nuk vlen të jetohet derisa shteti i Izraelit të asgjësohet, e derisa hebreu i fundit të zhduket nga toka e shenjtë. Prandaj derisa Hamasi të shmontohet e shpërbëhet plotësisht, 2 milion të burgosurit e tij nuk do t'jenë kurrë vërtet të lirë dhe asnjë paqe nuk do t'jetë gjatë. Sot ai tunel në Tiranë është shndërruar në një hapësirë që ju kushtohet viktimave të atyre që ndërtuan fillimisht këtë tunel. E uroj me gjithë zemër që disa nga tunelet e panumërta të terrorit që Hamasi ndërtoi, ku pengjet e rrëmbyera më 7 tetor u vran, u përdhunuan, u torturuan, e u katandisën në kopje njerëzore të shekullit të 21 të burgosurve të kampeve naziste të çfarosjes të ruhen si pjesë e planit të rindërtimit të Gazës dhe më pas se një dëshmi përcaktuese në favor të paqes së qëndrueshme midis dy shteteve të ardhme. Ato duhet qëndrojnë si tunelet kujtesës kolektive dhe të shërimit të përbashkët, ku si vuajtja prej ferri e pengjeve, ashtu edhe humbja e jashtëzakonshme jetëve palestineze të shndërruara në lëndën e parë trupave njerëzor për sistemin më djallëzor të mbrojtjes të ndërtuar ndonjëherë nga mendja e ligë njerëzore. Si një lëndë e parë, gurët e cilve kanë qenë trupat njerëzor të shërbejnë si qërinj të ndezur përjetësisht të faljes, pa harrim, dhe si thirrje e përhershme për të gjithë, që tmerre të tilla të mos ndodhin më kurrë.
should e që kjo të ndodhë. cleaned. As you descend the stairs of the Tirana tunnel, Shkaqet që çojnë këtu duhet të zhduken nga rrënjët. Teksa zbret shkallët e tunelit të Tiranës, një fjali me dritë neoni nga Primo Levi të vështron. Ata që harrojnë të kaluarën janë të dënuar të rjetojnë. Ne e gdhendëm këtë emër kaq të njohur në dritë, mbi mur. Dhe unë e shqiptoj këtu atë jo për të krijuar ndonjë paralelizëm të pamundur midis shfarosjes industriale të popullit hebre. Një krim i pashembullt në historinë e njerëzimit dhe vuajtjeve tragjike të shkaktuara nga regjimi brutal komunist ndaj shqiptarëve të panumër të pafajshëm të shpallur armiq të popullit. Jo, e sjell Primo Levin bashkë me tunelin ton të kujtesës për të siguruar se ne shqiptarët e njohim dhimbjen e plagëve të rënda të historisë, për të siguruar ata që kanë një këndvështrim shumë të ndryshëm nga imi Bigazën, si një burg në qiell të hapur, se ne shqiptarët kemi mësuar në mënyra të vështira për të imagjinuar ata, çfarë ndodh kur ideologjia bëhet zot, kur shteti bëhet altar dhe kur njerëzit shndërrohen në kope për të shfrytëzuar ose në individ të zhveshur nga njerëzorja e tyre për të mbjellë frikë të popullsia. Ekziston një histori e thellë që i lidh bashkë popujt tanë. Kapitulli kulmor natyrisht është koha e errët e Holokaustit, por trashëgimia jone e përbashkët shtrihet për tej shekujve. Hebrejnë që mbritën në brigjet tona pas shkatrimit të tempullit, sefard që ikën nga rekonkuista, familje hebreje që gjetën streh në tokën tonë her pas here, sa herë Europa zhytej sërish në një nga impulset e saj më të vjetra e më të errta, urrejtja ndaj hebrejve. Në vitet 1930, një hebre amerikan i dërguar në Europë si pjesë e një misioni bashkimi, Leo Eaton, shkroi në një raport drejtuar Kongresit të Shteteve të Bashkuara se Shqipëria spikaste në Europë, duke e dokumentuar vendin tonë si vetëndosje mundshme për hebrejt që iknin nga Europa qendrore lindore. Ai buri në dukje se pluralizmi fetar në Shqipëri funksiononte praktikisht, jo simbolikisht. Muslimanët, ortodoksët, katolikët, hebrejt dhe krishterët jetonin brenda një kuadri ku feja nuk përcaktonte besimin e qytetarëve. Dhe Shqipëria, theksonte ai, mund të konsiderohej si një vend i përshtatshëm për vend strehim hebre, e një streh ku nuk ekzistonin barriera ligjore apo shoqërore për jetën hebreje. Pikërisht në ato vite, përpara lufte, ndërsa antisemitizmi po rritej në mbar Europën, Shqipëria shkoi aq larg sa të njihte respektimin e shabatit si një drejtë njerëzore e komunitetit hebre, duke u bërë një vend i veçantë në anën tonë të botës që lidhi ligjërisht si punëdhënësit publik ashtu dhe ata privat me detyrimin për ta respektuar këtë të drejtë. Dhe gjatë Holokaustit, kur i dërguari nazist Hermann Neubache kërkoi listën e hebrejve dhe arin e tyre, përfaqësuesit tanë ju përgjigjën me një fjali që meriton të gdhendet në gur. Arin mund ta merrni, jo hebrejt. Ari ishte i tyre për ta marrë, hebrejt ishin tanët për t'i mbrojtur. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria, ku hebrejt nuk ju fshehen shoqërisë, por shoqëria i fshehu ata. Dhe nëse doni shpjegimin e kësaj mrekullie, nuk duhet një teori politike apo një rabin, ndonse e di që rabinët din të shpjegojnë gjërat më të vështira me fjalët më të thjeshta, e madje edhe mund të parashikojnë mrekullirat. Jo, ju duhet vetëm një fjali nga ligji ynë i parë, i shkruar në mesjet. Kanuni, kodi shqiptari nderit, shtëpia shqiptarit i përket Zotit dhe mikut, jo thjesht mikut që t'i fton, sigurisht.
edhe ati. Por mikut që të troket në derë, të huajit që ka nevojë për ndihmë, dhe tradhtia ndaj atij miku në kodin ton është krimi më i pafalshëm. Ajo ta njollos emrin me turp, e ndëshkon familjet tëra me përjashtim nga jeta e komunitetit. Kështu, më mirë të vdesësh se sa të dorëzosh mikun. E meqense hebrejt ishin mysafirët e Shqipërisë, kur makineria më e frikshme e vdekjes që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë mbriti në tokën tonë për shqiptarët, e mbi të gjitha për shqiptarët musliman që atëherë përbënin në shumicën ndërmuese, zgjedhja ishte brutalisht e thjeshtë, më mirë të vdesim se sa të dorëzojmë hebrejnë tanë. Ky kapitull i ndritur i historisë shqiptare mbart një mesazh me rëndësi të ngutshme për botën e sotme. Bota e sotme që duhet të kujtohet vazhdimisht për atë që Hannah Arendt na mësoi me qartësi të pamëshirshme. E keqja shpesh nuk është djallëzore as spektakolare, por e zakonshme, deri në rrezikun e të qenit e tillë. Ajo e keqja është thjesht banale. Tragjedia e Holokaustit nuk ishte vetëm mizoria e pak vetëve, por pasiviteti i shumë kujt. Por në një vend të vogël, në vendin ton, ndodhi e kundërta. Populli ynë ishte i varfër, nuk kishte pushtet, nuk kishte ushtri, apo ndonjë kufi strategjik, por zotronte diçka pafundësisht më të çmuar për atë moment të historisë, aftësinë për të parë një fytyrë njerëzore e për të njohur në të një detyrim moral. Kur të tjerë dorëzonin hebrejnë të tyre fqinj të autoritetet shqiptarët i ruanin në siguri, kur në nështrimi u balat i heshturis së keqes, gjyshrit tanë zgjodhën rrugën e rrezikshme të përgjegjësisë, dhe duke bërë këtë, ata e mbajtën, e ruajtën këtë cep të vogël të Europës njerëzor, në një kohë kur njerëzorja në vetvete po zhdukej dita ditës. Kjo histori nuk është dekor, që shfaqet për të mbresuar të tjerët, është busulla që duhet ndjekur nëse duam të mbetemi të denj për dhuratën e jetës që na është dhënë nga i njëjti Zot, e për të bërë diçka të denj me atë dhuratë në këtë tokë, që fëmijët tanë, e fëmijët e fëmijëve tanë, të mos vuajnë nesër për shkak të asaj që s'patëm guximin ta përballim sot, apo që nuk mundëm ta nxjerrim mësim nga dje. Prandaj Shqipëria ishte ndër vendet e para në Europë që miratoi legjislacionin e ri të përparuar kundër antisemitizmit. Prandaj kemi integruar edukimin për Holokaustin në kurrikulat tona shkollore dhe prandaj po ndërtojmë në këtë moment në Europë, në zemër të Europës, dy hapësira të veçanta kulturore, të frymëzuara nga forca tërheqëse e shembujve ndriçues të gjyshërve tanë muslimane të krishterë që rrezikuan jetët e tyre për shpëtuar jetë hebreje. Por kjo nuk ka të bëjë vetëm me hebrejnë, ka të bëjë me njerëzimin. Dhe jo me njerëzimin si një fjalë e përgjithshme, por me njerëzlikun tonë. Për këtë arsye, prej shumë vitesh tashmë, Shqipëria ka ofruar mbrojtje për disa mijëra qytetarë iranian. Opozita e të cilëve ndaj kasapëve të Teheranit u afuri jetën në rrezik të madh. Nuk ishte pa rrezik as për ne.
a nuk është parezik as edhe sot. Të mbetesh njerëzor, kur e njerëzishmja jote vjet në trysni, nuk është kur parezik, përkundrazi. Dhe pikërisht sepse e morëm përsipër atë rrezik, disa vite më parë, Shqipëria pësoi një sulm masiv kibernetik drejtuar nga Irani, që synonte të shkatërronte të gjithë infrastrukturën tonë publike digjitale. Ne rezistuam, ata nuk ja dolën. Dhe dua t'ju them që miq të fuqishëm na thanë të mos reagonim shumë ndaj Iranit, sepse ata janë të ndenjë dhe të rrezikshëm. Por ne i dham personelit të ambasadës iraniane në vend 24 orë për t'u larguar nga vendi dhe këputëm edhe fijen krejt të hollë të lidhjes që kishim me Republikën Khomeiniste, të cilën kur nuk do ta quaj islamike, sepse islami është dashuri, e për ulësi, khomeinizmi është urrejtje dhe vdekje. Dhe nuk është e shkruar këtu, por thjesht dua të bëj atë çfarë Bibi bën gjatë gjithë kohës, të dalë nga fjala e shkruar dhe të them sa vjen. Një mik një mike e jona, bashkëshorti i cilës është iranian, më tha që pak ditë më parë në një treg në Teheran, njerëzit ishin pranishëm dhe ndërkohë u vu zjarri e tregu u rrethua nga vrasit, dhe njerëzit kishin dy zgjedhje, ose të digjeshin nga flakët brenda tregut, ose të vriteshin në dyert të tregut. Po pyetja ime këtu është kjo: si është e mundur kjo? Që ndërkohë që media globale flet për 30.000 njerëz të vrarë për 3 ditë, nuk ka mbledhje në asnjë shesh të Europës kundër ajatollahëve për të bërë thirrje për të bërë thirrje për fundin e këtij regjimi. Natyrisht është një pyetje që nuk kërkon përgjigje për jush, ju e dini përgjigjen. Dhe siç ofrua mbrojtje për ata që u vunë në shënjestër nga mullahat e Teheranit, Shqipëria u bë gjithashtu stre për disa mijëra të tjerë të shënjestruar nga mullahat e Kabulit, gjatë kaosit që krijoi tërheqja e shrekut të forcave të koalicionit nga Afganistani, kur shumë të tjerë më të mëdhenj, më të pasur, kthyen shpinën, pasi kishin qenë atje, pasi kishin premtuar atyre njerëzve liri, demokraci, të drejta për të gjithë, e pasi e kishin marrë që të pastronin makinat e tyre, shtëpitë e tyre, u zhdukën, ndoshta sepse më të mirët e më të shndriturit e shoqërisë Kabulit nuk ishin mjaftueshëm të bardhë, apo ishin tepër musliman për ta, por ne patëm bekimin të përfshiheshim në rrjetin më të jashtëzakonshëm solidaritetit që kam parë ndonjëherë, financimi, logjistika, dhe lidhjet u mblodhen jashtë vendit si uragan. Dhe nuk ishte qeveria e SBA-s që organizoi. Ishin qytetarët amerikanë nga çdo stres e fushë jetës e përtej ndarjeve politike, të cilët mobilizuan njerëzoren e tyre për të shpërtuar jetë përmes një zinxhiri të jashtëzakonshëm duarsh që formuan një trekëndësh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë dhe Katarit, kur ministri i jashtëm i Katarit aso kohë, sot kryeministri Mohammed bin Abdulrahman, është ndrua në një lloj kulle kontrollit të shpresës dhe ktheu aeroportin e Dohës në një rrugë shpëtimi drejt jetës për mijëra njerëz që u pritën me dëmshuri në Shqipëri. Më lini t'ju siguroj se nuk jam këtu larg qoftë për t'i dhënë leksione kujt, jo vetëm sepse vendet e vogla si jemi nuk japin leksione, por marrin leksione gjatë gjithë kohës, por edhe sepse besoj që ata që i japin leksione Izraelit nga larg rrezikojnë shumë seriozisht, jo vetëm
të jenë të padrejt peshuar, por thelbësisht të padrejt. Megjithatë, besoj fort se kërkimi i paqes nuk ka të bëjë kurrë me sa e keqja apo jo e besueshme ka qenë ana tjetër, por me sa besnik zgjedh të mbetesh ndaj vlerave të tua. Marrëveshja mahnitëse e paqes mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, në të cilën një udhëheqës botror i rrallë si Sheikh Mohammed bin Zayed theu epoka gjata konfliktit dhe i mësoi botës me shembull se nëse kujtojmë se Zoti është në anën tonë, por gjithashtu edhe në anën e tjetrit, dhe jemi mjaftueshëm të guximshëm për të kuptuar se në syrin e qiellit jemi të gjithë në të njëjtën anë të paqes. Atëherë paqja nuk është thjesht një rrugë e mundshme drejt së ardhmes, por është e vetmja rrugë e mundshme e së ardhmes. Më shumë se kaq, besoj fort se ajo që e bën unike këtë dritare të re mundësie është momenti i Firencës në lindjen e mesme. Ajo që po ndodh këtu pranë rajonin tuaj ngjan në sytë e mi me atë që ndodhi në Europë. Kur udhëheqje vizionare të frymëzuara nga moderniteti e bukuria shndruan Firencën në djepin e rilindjes. Izraeli nuk është më i vetëm në kërkimin e transformimit, inovacionit dhe lidershipit global të së ardhmes në këtë pjesë të botës. Nga rrugët e Riyadit, tek oazet e gjelbra të Abu Dhabit dhe brigjet plot jetë të Dohës, ndihet një erë magjepsëse ndryshimi që ka pak të bëjë me karikaturën e vjetër të spektaklit të ngjyrë me arë në shkretëtir. Arabia Saudite në udhëheqjen e saj të udhëheqësit të ri e me iniciativë të vendosur e vizionare, tipare të së cilës të kujtojnë Lorenzo në Madrishën të Firencës, po ndryshon me një shpejtësi maramendse. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendosur në pararojë të lidershipit global në agjendën e gjelbër, ndërkohë që e gjithashtu të përgjegjësisë sociale, përtej kufive, përtej ngjyrës lëkurës, përtej dallimeve, ndërkohë që Katari udhëhequr për më shumë se një dekan nga emiri i tij i ri e largpamës, Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, ka bërë një kapërcim të jashtëzakonshëm në skenën botërore, fal po kështu edhe modelit të motrës së tij. Sheikha El Mayasa po shndrohet në një laborator të madh të transformimit urban e të stilit jetesës një rrugë e re. Emruesi i përbashkët thot mes qinjve tuaj arab është shtysa për të modernizuar në çdo drejtim, për të zbukuruar në çdo hap, dhe së bashku, sinqerisht ata po e bëjnë këndin e vjetër e të mrekullueshëm të Europës së duket papritur i zymt dhe i zbet. Po ka një pikpyetje që kokfort ngrihet mbi gjithë këtë. Si mund të bashkëjetoj kjo histori e jashtëzakonshme, një të ardhmeje të ndritur që po e shkruar me fuqinë e çliruar të shpresave të ëndrave në shkretëtir, me plagën e madhe. Pra si mund të bashkëjetoj ajo me plagën e madhe të hapur të një konflikti që ka sjell vuajtje e shkatërim kaq të gjatë, një plagë që ende qëndron e hapur në zemër të lindjes mesme si një kurth. Një kurth i aftë të përpijë në errësirën e vet çdo ëndër madhështie që po ndërtohet përreth këtij rajoni. Është e pamundur. Nuk ka asnjë shans që të dyja të rinë së bashku për gjatë. Ndaj, uroj fort që marrëveshjet abrahamike do të vazhdojnë dhe uroj që ndoshta duke hedhur syt nga e shkuara e përgjakshme me sytë e një të ardhme të shndritshme dhe Joana sjelltas ky rajon në tërësi, mundet ashtu siç Emiratet e Bashkuara Arabe ndonjë tjetër ka bërë tashmë, do të zbulojë jo vetëm se paqja është e mundur, por se paqja mund të ngrejë të gjitha vendet, paqe bërë se pothuajse si një mrekulli lart në hapësirën e besimeve abrahamike.
Shqipëria nuk mund të ndihet më e bekuar se sa kaq kur numëron si Izraelin ashtu dhe vendet arabe ndër miqtë e saj të ngushtë. Edhe Turqinë me qëra fjala. Ne synojmë të thellojmë këto marrëdhënie dhe qëndrojmë të vendosur nga gatishmërinë tonë për të marrë pjesë së bashku me vëllezërit tanë arabe, turqe të tjerë në forcën e ardhshme ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza. Zoti kryetari i parlamentit, ju e dini sepse ju thatu që hebrejt flasin gjatë, por nuk e dini që ne ballkanasit flasim edhe më gjatë. Premtoj që kohës bujare që më keni lejuar për të zënë këtë vend kaq të veçantë, po i vjen tashmë fundi. Dhe ashtu siç e hapa fjalimin me fjalët e një martiri arab të paqes, fjalët me të cilat dua ta mbyll vijnë nga një martir hebrej paqes, kryeministri Yitzhak Rabin i Izraelit, bekuar qoftë kujtimi i tij. Të thëna për izraelitët e palestinezët pikërisht 30 vjet më parë nga ky vend ku qëndroj sot. Nga thellësia e zemrave tona ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të shtetit të Izraelit, sigurisht atyre që jetojnë në Jude, Samari dhe rripin e Gazës, si edhe pas banorëve palestinez të japin vënies së paqes një shans, të japin një shans dhënies fund të akteve të armiqësisë, të japin një jetë tjetër, një shans, një jetë të re. U bëjmë thirrje hebrejve palestinezëve njësoj të tregojnë vetë përmbajtje, të ruajnë dinjitetin njerëzor, të sillen në mënyrë të denjë, të jetojnë në paqe e në siguri. Ne po nisim një rrugë të re që mund të na çojë drejt një epokë paqeje, drejt përfundimit të luftrave. Amen. May the memory of those who perished be a blessing. I bekuar qoftë kujtimi atyre që u flijuan, le të mbetet si busull kuzimi atyre që refuzuan të binden, le të lulëzojë shteti i Izraelit dhe të jetë i sigurt përjetësisht. Le të jenë palestinezët e lirë të jetojnë me dinjitet në shtetin e tyre dhe le të mbeten dy kombet tona, të vogla, por të mëdha në shpirt, të lidhura për jetë, jo vetëm nga historia, por edhe nga përkushtimi përbashkët për ta mbajtur njerëzimin njerëzor. Faleminderit kryeministër i Shqipërisë, i nderuari Edi Rama. כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת אלבניה. Absolutely, our pleasure. This is the #1 police officer we have in Israel. Once again, I am so grateful that you could come. We are very honored. See you tomorrow. See you soon in Tirana.